Përshëndetje, po takojmë sërish me lajmet orës 9. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka bërë të ditur se data e seancës konstituive të kuvendit do të shpallet sot. Ajo tashmë ka paralajmëruar një konferencë për media në të cilën pritet të flasë për zhvillimet politike dhe seancën konstituive. Konferenca do të nisë në orën 11 në kabinetin e presidentes. Haxhiu pati thënë se caktimi i datës është shtyrë për të lënë hapësirë partive politike që t'i vazhdojnë negociatat për formimin e institucioneve. Njohës të çështjeve politike vlerësojnë se partitë duhet të intensifikojnë dialogun për të shmangur një krizë të re politike, duke theksuar se zvarritja e krijimit të institucioneve po dëmton proceset reformuese dhe perspektivën euroatlantike të Kosovës. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në mbledhjen e sotme do ta shqyrtojë kërkesën për tërheqjen e dorëheqjeve të gjyqtarëve dhe stafit mbështetës nga komuniteti serb. Kërkesa ishte përcjell nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, e cila ka kërkuar që kësaj çështje të jepet epilog. Në rendite është edhe zgjedhja e zëvendës kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kosova ka shënuar 3 akt gjykime në mungesë për krime lufte, ndërsa proceset të tjera gjyqësore janë në pritje. Ekspertët vlerësojnë se këto gjykime janë të domosdoshme, por paralajmërojnë se kalimi i kohës po vështirëson sigurimin e provave dhe dëshmive. Sipas tyre, sfida kryesore mbetet refuzimi i Serbisë për të bashkëpunuar dhe për t'i ekstraduar të dyshuarit që ndodhen në territorin e saj. Megjithatë, institucionet e Kosovës kanë rritur bashkëpunimin ndërkombëtar, duke realizuar 59 ekstradime vetëm gjatë këtij viti. Policia e Kosovës ka publikuar raportin 24 orësh ku pasqyrohet një gjendje me angazhim të lartë policor në terren. Përgjatë kësaj periudhe, në nivel vendi janë arrestuar 31 persona për vepra të ndryshme penale, nga të cilët 19 janë dërguar në mbajtje. Janë raportuar 2 aksidente trafiku me fatalitet dhe 30 me të lënduar, ndërsa janë shqiptuar 2638 tiketa trafiku. Incidentet kryesore përfshin raste të dhunës në familje, armbajtje pa leje dhe vjedhje të rënda në disa rajone. Telekomi Kosovës ka regjistruar rritje të ndjeshme të hyrave neto gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, duke arritur në 6,25 milion euro, mbi 2 fish më shumë se në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas zyrtarëve të ndërmarrjes, rritja është rezultati i investimeve në rrjetin mobil dhe ato optik, si dhe përmirësimit të shërbimeve. Ata bëjnë të ditur se deri në fund të vitit 2027 synohet zgjerimi i rrjetit optik në pothuajse të gjithë territorin e Kosovës, ndonse procedurat e prokurimit mbetën sfidë. Ndërkohë, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot nuk do të ketë kufizime të qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë mbi 20 ton. Sipas Ministrisë, temperaturat e parashikuara nuk plotësojnë kushtet për zbatimin e masave të përkohshme. Autoritetet kanë bërë të ditur se monitorimi i motit do të vazhdojë dhe se çdo ndryshim do të njoftohet me kohë. Ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.